Mirë se erdhët, të nderuar akademik, profesor, pedagog, mësues e student, të nderuar familjar dhe miq profesor Pilikës. I nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, profesor Mehmet Kraja, i nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, profesor Skënder Gjinushi. Është kënaqësi dhe nder i veçantë për mua të hap konferencën shkencore in memoriam me rastin e 100 vjetorit lindjes së akademikut dhe profesorit tonë të paharruar Petraq Pilika. Pikërisht sot 100 vjet më parë u lind në Korçë Petraq Pilika, i cili do të lindte gjurmë të pashlyeshme në historinë e arsimit shqiptar në përgjithësi dhe atij matematik në veçantë. Ai takon një plejadë njerëzish që nderojnë Shqipërinë dhe frymëzojnë brezat për përballimin e detyrave të kohës. Petraq Pilika krijoi shkollën fillore dhe liceun e Korçës, duke u angazhuar edhe në luftën nacionale shërimtare. Pasioni dhe dashuria për matematikën, të cilat ja ushqeu mësuesi matematikës dhe idhulli i tij Raqi Qirinxhi, bën që ai të zgjidhte si profesion pa më dyshje matematikën, që do e shoqëronte në rrugtimin e tij të jetës. Pasi mbaroi studimet e larta në një nga shkollat më të mira të matematikës për kohën, në Universitetin Lomonosov, u emërua përgjegjës i katedrës matematikës e fizikës në Institutin 4 vjeçar pedagogjik e me krijimin e Universitetit të Tiranës përgjegjës i katedrës matematikës. Më vonë përgjegjës i katedrës matematikës së specialitetit, duke u vënë kështu në themel të arsimit lart matematik në Shqipëri. Në këtë mision, ai pati bashkëpunimin e kolegëve që kishin mbaruar studimet jashtë shtetit, si dhe i studentëve të tij që tashmë ishin kolegë me të. Zhvillimet ekonomike tek ne dhe jashtë, nga mesi viteve 80 kërkonin reformim të arsimit matematik në të gjitha nivelet, pra edhe në shkollat e larta. Ristrukturimi i katedrave bëri të lindin 5 katedra të reja mbi bazën e fushave kryesore të kërkimit matematik që lëvëroheshin tek ne. Profesor Pilika u caktua përgjegjës i katedrës analizës funksionale dhe topologjisë. Profesor Pilika ishte pjesë e këtij shndrrimi të madh së bashku me një grup pedagogësh të formuar në Shkollën Shqiptare të Matematikës dhe të specializuar mëtej në shkolla shumë të mira matematike në Perëndim. Mund të theme me plot gojen që profesor Pilika e lindi, e ushqeu, e rriti, e maturoi katedrën e matematikës, duke e bërë një institucion elitar për vendin. Po vëm duke dy tipare ndërmjet shumë të tillave që karakterizonin profesor Pilikën. Cilësia është një tipar që ka shoqëruar të gjithë veprimtarinë e profesorit dhe i shkon shumë për shtat. Cilësinë mosimdhënie. Ai ishte një ligjërues i jashtëzakonshëm, të mbërthente gati në hipnotizim me pasionin, qartësinë dhe theksimin e thelbit të problemit. Cilësinë kërkimin shkencor. Punimet e tij janë botuar në revista me emër për kohën. Cilësinë zgjedhjen e pedagogëve të matematikës që u bën bashkëpunëtorët e tij më të mirë, duke përballuar me sukses detyrat mosimdhënie e kërkim shkencor. Ai kishte parimin më mirë të ngarkonte me më shumë punë ekipin e tij cilësor, se sa të merrte në katedër një pedagog mediokër. Cilësinë në zgjedhjen e studentëve që vinin në matematikë. Për sa kohë kjo ishte e mundur. Ai shkonte në të gjithë Shqipërinë për të marrë në degën e matematikës student cilësor. Tipari tjetër, profesor Pilika ishte vizionar. Ai pati idenë dhe realizoi krijimin e degës 5 vjeçare në matematikë, që rezultoi një sukses, sepse nxorri jo vetëm pedagog cilësor, por edhe specialist cilësor, matematikan shkruaj në diplomë, që punuan për zbatimin e metodave matematikore në ekonomi, industri, institucione shkencore e tjerë. Ai dha idenë e krijimit të qendrës matematikës llogaritëse që në fillimet e viteve 60, kur për shumë vetë kjo dukej utopike. Kjo qendër u krijua në fund të viteve 60 dhe ishte fillimisht në varësi të katedrës matematikës të drejtuar prej Pilikës. Qendra ju erdhi në ndihmë specialistëve që punonin për zbatimin e matematikës. Krijimi i qendrës ishte hapi i parë që më vonë çoi në krijimin e katedrës informatikës në vitin 84 dhe në vitin 84 me hapjen e degës informatikës pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Ai ishte vizionar edhe në nismën për evidentimin e talenteve të matematikës, ekselencës matematikë, siç i themi sot, duke ideuar dhe realizuar që në mesin e viteve 70 olimpiadat e matematikës për shkollat e mesme, fillimisht në bazë shkollësh, pastaj rrethesh e në fund në nivel kombëtar. Ka patur në fakt një përpjekje të parë të izoluar që në vitin 59,
për organizimin e Olimpiadës Matematikës vetëm e maturantë të disa gjimnazeve të Tiranës. Organizimi i Olimpiadave u zgjerua edhe në nivel ballkanik në fund viteve 80. Ky organizim me 3 faza, traditë e filluar dhe mbajtur gjallë prej tij, vazhdon edhe sot çdo vit pa ndërprerje dhe është zgjeruar me gara ndërkombëtare të përbitshme. Ne që kemi patur fatin ta njohim profesor Pepin si pedagog, si koleg, si drejtues e si njeri, e kujtojmë atë parimor, me autoritet, pasionant, me gjykim të mpret e logjik pa kundërshtueshme, që respektohej nga të gjithë. Edhe ai respekton të tjerët, veçanërisht ai respekton të talentin, dijen, studimin dhe mbi të gjitha ndershmërinë. Figura shumë dimensionale e profesor Pilikës dhe vepra e tij për matematikën do mbeten të gjalla në mendjet dhe zemrat tona. Tani për të lexuar referatin kryesor, ja fjalën profesor Skënder Gjinushit, kryetari i Akademisë Shkencave. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar familjar profesor Pilikës, të nderuar akademik, profesor, student, përfaqësues të gjitha brezave të matematikanëve dhe të miqve të matematikës. Nderuar zoti kryetar i Akademisë Shkencave e Arteve të Kosovës, falenderojmë për prezencën tuaj. Ne sot jemi mbledhur për nderuar dhe për kujtuar figurën dhe jetën e një matematikanit të madh, të themeltarit shkollës parë të matematikës shqiptare, të profesorit të 10 brezave të mësuesve dhe matematikanëve, të drejtuesit historik katedrat matematikës, të personalitetit dhe njeriut me karakter aq të fortë dhe rigoroz sa dhe shkenca dhe logjika matematike. Antarit të Akademisë sonë të Shkencave Petraq Pilika. E shoqja e Petraq Pilikës ka. Profesor Pepi, si që thrisnin më së pari miq dhe kolegët më të afërt, dhe më tej tërë ish studentët dhe studentet, për shprehur mirënjohjen dhe respektin e veçantë që ai impononte, lindi në Korçë 100 vjet më parë. Pjesëmarrës aktiv në lëvizjen nacionale shqiptare, ai menjëherë pas lirimit ju kushtua pasionit të tij për matematikën, së cilës ju përkushtua tërë jetën. Pasi kreu studimet e larta në Universitetin Lomonosov në vitet 46-51, që në moshën 27 vjeçare mori përsipër barën e rënë për drejtimin e katedrës matematik-fizikës pranë Institutit Lart Pedagogjik dhe pak vite më vonë, me themelimin e Universitetit të Tiranës, emërohet përgjegjësi i katedrës së matematikës. Ndërkohë që shkolla jone e matematikës po ishte hapat e para institucionale, profesor Pepi vazhdoi kualifikimin e tij profesional, duke kryer e mbrojtur me sukses, pa shkputje nga puna, dizertacion në fushën e analizës funksionale. Në një nga shkollat më me autoritet të asaj kohe, me drejtues teze akademiku Nikolski, bashkëpunëtari i Kolmogorovit. Kryerja e doktoraturës në distancë në matematikë teorike, udhëhequr nga një matematikan i rangut botëror të kohës, si dhe botimi rezultateve të saj në buletin e Akademisë Shkencave në Moskë, ishin rezultati i talentit të veçantë të riut Pilika dhe tregoni se shkolla shqiptare tashmë kishte rënë në duar të sigurt. Të talent dhe investim të tij profesori e vuri pas një rezervë në funksionin e drejtimit katedrës matematikës së specialitetit, të cilën ai drejtoi për 40 vjet me radhë. Angazhimi kërkimi shkencor ishte një zgjedhje dhe sakrificë e tij për kushtet e kohës. I udhëhequr nga bindja se një drejtues duhet më së pari të ndjek ritmet e zhvillimit shkencor për të parë qartë se kujt duhej mbritur.
për siguruar që formimi matematik i brezave të rinj të përshtatej vazhdimsi me kërkesat e kohës. Jo vetëm në arsimin e lartë, por edhe në arsimin bazë dhe atë të mes. Profesori përmendte shpesh se arsimi i mesëm përcakton nivelin kulturor të një vendi. Duke ditur mirë se formimi matematik përbënte një nga komponentet kryesore në të. E për këtë duhet një shkollë e fortë matematike, të cilën ai diti ta krijojë, ta arrisë dhe ta forcojë. Ky vizion e profesorit bëri që shkolla e matematikës të mos ndodhej para të papriturave, por të pararente sfidave të mëdha. Ai kuptoi i pari se shkolla jonë nuk duhet të formonte vetëm mësues, por edhe matematika. Se matematika nuk shërben vetëm për mësimdhënie, por edhe për zbatim. Se kërkimi shkencor nuk që një luks, por një domosdoshmëri për të ndjekur të rejat shkencore. Logjik që çoi në krijim për partë të degës matematikës së specialitetit. Petraq Pilitika pati kurajën dhe mbështeti me pasion që në vitet 60 nevojën e ngritjes së qendrës së matematikës llogaritëse. Dhe më 66 kryesoi delegacionin negociator në Kinë për ngritjen e kësaj qendre, duke hedhur kështu edhe themelet e degës dhe shkencës së informatikës në Shqipëri. Profesori kuptoi në kohën e dur nevojën e ballafaqimit të shkollës shqiptare me atë perëndimore, se shkolla jonë përmbyllte ciklin e përvojës përfituar në modeli lindor, edhe për shkak të ndryshimit të kursit politik në raport me lindjen, se matematika kishte hyrë tashmë në fazën e modernizimit të saj, se shkolla franceze ishte një ndër shkollat avangard këtyre ndryshimeve dhe se shkolla jonë duhej të hapej ndaj saj. Është ky vizion e kjo këmbgulje e tij, personaliteti i pakundërshtueshëm që kishte, që mundsoi të realizohesh një numër kualifikimesh pasuniversitare në Francë, matematik, në një kohë që vendi ishte ende mjaft skeptik dhe i mbyllur ndaj shkollave perëndimore. Për shfrytzuar në maksimum dijen e përfituar dhe për transmetimin sa të mirë të saj ndër kolegë, dhe në programet e reja, profesorin nxiti krijimin dhe mbështeti funksionimin e grupeve të kërkimit shkencor në fushat kryesore të matematikës, si dhe drejtor organizimit disa konferencave të para shkencore në nivel kombëtar, në vitet 84-86, në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave për të mundësuar paraqitjen e rezultateve të reja dhe për të nxitur debatin shkencor. Me siguri profesori ynë është ndjer shumë krenar kur me hapjen e vendit pas vitit 90, të rinj shqiptar, si ata me arsim të mes, dhe ata që kishin kryer arsimin lart në degën e matematikës, a në degët ku matematika ishte lënë bazë, e ndjenin veten jo inferior, por të barabartë dhe superior në formim në raport me bashkëmoshatarët kudo në Evropë. Dhe kjo s'do të arrijej pa kontributin e profesorit, pa disa cilësi të spikatura dhe të rralla të tij. Profesori kishte kriter të parë për vlerësim dhe për zgjedhjen e kolegëve të tij dhe të studentëve kishte aftësinë, dhe me këtë nuk bënte kurrë kompromis. Ishte ky tip i tij që bëri që katedrat e matematikës ndër vite të rreshtoheshin ndër katedrat elitare të universitetit, që përkrah profesorin ndër vite të kontribuonin si një ekip personalitete si profesor Baxhaku, Kraja, Bukuroshi, Turdiu, Fundo Nacho Çifliku, për vazhduar me brezat pasus, Karçanaj, Bërdulla, Fundo, Petro, Kedhi, Malita, Ruseti, Kabili, Axhimusaj e shumë të tjerë. Duke dhënë modelin një bashkëpunimi shëmbullor, modeli i cili kulmon me binomin legjend për të gjithë brezat e matematikës, të profesor Pepit dhe profesor Lekos. Dy personalitete shumë të ngjashme për nga talenti dhe dashuria për matematikën, për nga vizioni dhe përkushtimi për të, dhe shumë plotësues për nga karakteri dhe temperamenti. Për të kuptuar rolin e pazvendësueshëm të këtij binomi në konsolidimin e shkollës matematikës, në moscënimin e formimit matematik prej klisheve revolucionarizuese të kohës, mjafton të kujtojmë një debat vitit 69, kur sapo kishte dalë direktiva për shkurtim me një vit të degëve universitare në tërësi, përfshirë dhe atë dhe matematikën. Debati zhvilluar në mjediset e Fakultetit Shkencave Natyrës, ku ky vendim u parandalua
me argumentat e paraqitura me qetësinë dhe elokuencën e profesor Lekos, dhe të mbrojtura me tonin e prerë dhe të vendosur të profesor Pepi. Profesori ishte përkrahasi më i zjarrt i studentëve të rinj. Ai nuk mjaftoi që thjesht i përkrahte ata, por punoi vazhdimsi për nxitjen, evidentimin dhe për zgjedhjen e më të talentuarve që në bankat e shkollimit parauniversitar. Me nisën e tij dhe kolegëve të tij më 75-ën u eksperimentua organizimi i olimpiadave të matematikës prej katedrës matematikës, përvojë e cila rezultoi suksesshme, duke kthyer në një veprimtari e përvitshme kombëtare, si dhe i parapri futjes matematikës moderne që në klasën e parë, duke mbështetur grupin e profesor Dedej. Janë unikale inkursionet e profesorit në gjimnazet e Shqipërisë, për të parë në afër dhe nxitur më të talentuarit të studionin për matematikë. Aq e njohur bë kjo iniciativë e profesorit, sa filloi të shprehej edhe ndonjë xhelozi, se profesori po dëmtonte degët e tjera duke marrë më të mirët në matematikë. Profesori gjatë gjithë jetës u shtroi me shumë zel dhe pasion detyrën e pedagogut, në Shqipëri dhe në Kosovë kur që mundësia. Tekstet e tij, si bazat e analizës matematike, kursi algebrës lartë, teoria konstruktive e funksioneve, ushtrime dhe probleme matematike, ishin manualet bazë për formimin matematik të mësuesve dhe matematikanëve të ardhshëm, pa haruar disiplinën e tij të zemrës, teoria e funksionit të variablit real. Lëndë të cilën ai jepte me pasion të veçantë. Rrallë një lektor e përjeton dhe harxhon aq energji sa profesor Pepi në leksionet e TFVR-s. Siç thirrë shkurt lënda e tij. Tingëllimi i cili përkonte me energjinë dhe plastikën e profesorit në leksion dhe emocionin dhe dridhjen e studentëve në provimin më të vështirë të degës. Për kontributet e tij si pedagog e matematikan, profesori meritoi dhe fitoi titullin docent në 55-ën, pas gradës kandidat shkencave të mbrojtur në 61-shin, vitin 72 fitoi titullin profesor për të zgjedhur antar korespondent i Akademisë Shkencave që në themelin e saj dhe fituar titullin akademik më 1980. Për kontributin e jashtëzakonshëm, si themelues katedrës parë matematikë fizikës, katedrës matematikës specialitet, i shkollës shqiptare të matematikës, si bashkëthemelues i Universitetit të Tiranës dhe Akademisë Shkencave, për veprimtarinë e tij mbi 40 vjeçare në lëmin e arsimit dhe shkencës, profesor Pilika është nderuar me disa tituj të lartë. Krahas medaljes për kontribut të shquar për çlirimin atdheu, profesor Pilika ka fituar titull qytetar nder i Korçës, mjeshtri i madh dhe mësues i popullit. Salla e rektoratit dhe Universitetit Fanoli në Korçë mban emrin e këtij biri të shquar të këtij qyteti, të dalluar për një traditë të fortë për arsimin në tërësi dhe matematikën në veçanti. Për gjithë të kontribut të pakrahasueshëm për këtë veprimtari të çmuar, profesorit do të jenë gjithnjë mirënjohës brezat e tërë i studentëve e studentëve, kolegët e tij bashkëudhëtar dhe pasues të shoqëria dhe matematika shqiptare. Në mënyrë të veçantë, Akademia e Shkencave do të krenohet në vazhdimsi që patin në radhët e saj që na themelimi profesor Petraq Pilikë. Dhe për shprehur sa do pak mirënjohjen tonë institucionale dhe përjetësuar këtë figurë në këtë 100 vjetor të lindjes, u caktua si çmimi i veçantë, çmimi Pilika matematik informatik. Pa haruara emri dhe vepra e profesor Pilikës, faleminderit. Faleminderit, profesor, për fjalët e ndjera për profesor Pilikën. Tani, po jap fjalën profesor Viktor Kabilit, një kujtesë e një i studenti dhe kolegëve më të hershëm të profesor Pepit. Viktor. Arsimi i lartë matematikën në Shqipëri
është i lidhur ngushtësisht me emrin e profesor Petraq Pilikës. Po e nis nga koha kur isha student i tij. Unë dhe të gjithë ata student që kanë patur fatin të ndjekin leksionet e profesor Pepit, nuk mund të harrojnë atë shpjegim, atë ligjërim, plot pasione me gjallëri. Ai të bënte për vete, mënyra si i trajtonte idet të hapte horizont. Ajo mënyrë leksioni të rëmbente, ishte i veçantë, ishte dhunti e profesorit. Ajo i rrithte së brendshme, nuk mund të imitoj apo të përvetsoj nga të tjerët. Edhe sot, kur takon student të profesorit, ata flasin me admirim për të. Po profesori ishte shkencëtar. Profesor Pepi ka kryer studimet në Universitetin e Moskës me profesor të shquar të nivelit botror. Shkollimin në atë universitet, profesori e shfrytëzoi maksimalisht për të formuar me kulturë matematike të thellë. Dhe më pas, gjatë gjithë jetës së tij, profesori Pepi punoi me zell dhe me përkushtim për matematikën, duke punuar nga Shqipëria, pa shkëputje nga puna. Ai vazhdoi të arrinte rezultate të reja në fushën e vet, edhe pas marrjes së gradës shkencore. Vite më vonë, në një simpozium ndërkombëtar për fushën ku kishte punuar profesor Pepi, u përmendën edhe punimet e tij si arritje të rëndësishme në këtë fushë. Por për profesor Pepin, veprimtaria shkencore ishte e domosdoshme për të gjithë pedagogët e katedrës. Me nismën e tij, katedra e matematikës e para organizoi 2 seminare shkencore që zhvilloheshin në seansa të përjapshme. Profesori udhëhoqi disertantë dhe nxiti pedagog të katedrës, duke i caktuar vetë të përvetësonin disiplinat saktuara për t'i futur në programin mësimor për të rritur nivelin matematik të studentëve. Profesor Pepi shikonte gjithmonë për arritje të reja dhe për një formim matematik të lartë. Ai shfrytëzoi një fjalim të Enver Hoxhës që vlerësoi punën e matematikës në progresin tekniko-shkencor dhe i arriti të lejojë të zgjidhte nxënësit më të talentuar në matematikë në Shqipëri. Profesori ishte vizionar. Me iniciativën e tij u formua profili 5-vjeçar i matematikës, që këndej dolen matematikan të mirë formuar, elit të matematikës. Krijimi i qendrës matematike llogaritëse, që në fillim ishte në varësi të katedrës, ishte një tjetër arritje e profesorit. Të dyja këto rritën ndjeshmën edhe zbatimin e metodave matematike në degë të ndryshme të ekonomisë, si në industri, në tekstile, në sektorin e naftës, në pasurimin e mineraleve e të tjera. Një tjetër merak i profesor Pepit ishte zbulimi i talenteve të reja, e për këto do ishin olimpiadat e matematikës. Profesori përzgjodhi brenda katedrës pedagogët dhe i orientoi sakt organizimin e këtij aktiviteti që më vonë u bën të përvitshme. Por për të arritur këto e të tjera, nuk ishte e lehtë. Duhet të përballeshe edhe me qëndrime të kundërta dhe nga persona të tjerë dhe me autoritet. Por profesor, këtu e kam fjalën për atë që përmendi profesor Skënderi në lidhje me kundërshtit, por profesor Pilika i bindur në idetë e tij të drejta dhe se këto ishin në dobi të vendit, po aq sa ishte logjik, i mprehtë shkencëtar, i ndershëm, po aq ishte edhe i guximshëm dhe arriti aty ku synonte. Figura e profesor Pilikës, akademikut, mësuesit të popullit, lektorit të rallë, ka frymëzuar breza të tërë si duhet të studiojnë, si duhet punojnë. Të gjithë ne këtu jemi besim plot se vendi ynë do ketë njerëz të Zot, matematikan të Zot. Pa do ketë një profesor Petraq Pilik të dytë. Faleminderit. Faleminderit, Viktor. Tani dim që profesor Pilika ka kaluar një kohë me leksione në Kosovë. Kësaj periudhe i takon edhe antari korespondent i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, profesor Qamil Haxhibeqiri, i cili ka qenë asistent i profesor Pepit në atë periudhë. Ja fjalën
profesor Qamilit. Të nderuar pjesëmarrës, i nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, profesor Skënder Gjinushi, i nderuari kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Mehmet Kraja, të nderuar familjar të profesor Petraqit. Sot jemi mbledhur këtu të kujtojmë akademikun profesor Pilika, themeluesin e Shkollës Shqiptare të Matematikës me rastin e 100 vjetorit të lindjes së tij. Ky përkujtim për profesor Pilikën nuk është thjesht një rast për të ripërtrirë kujtimin e ndritur për të, që koha s'ka fuqi ta zbehë në mendje dhe shpirtin e gjithë atyre që patën fatin ta njohin e ta çmojnë këtë njerëz të mrekullueshëm, por është edhe një përmbushje e një detyrimi për të shprehur nderimin dhe respektin më të madh për trashëgiminë e vyer që ai u la brezave, mirënjohjen më të thellë për veprën e tij. Njëherësh kënaqet edhe një dëshirë gjithëmbashme për të ndarë mbresa përjetime që padyshim do ta plotësojnë figurën e tij, e cila është dhe do të mbetet shembulltyr e përkryer për kushtimin ndaj idealeve të larta e fisnike. Në vitin e largët shkollor 1974-75, pas mbarimit të studimeve pas-universitare në Universitetin e Zagrebit, u emërova asistent në Departamentin e Matematikës të Fakultetit Shkencave Matematiko-Natyrore të Universitetit Prishtinës. Në këtë kohë, profesor Pepi, si edhe disa profesor tjerë nga Universiteti i Tiranës, kishin ardhur në Prishtinë që me punën e tyre të pakursuar të ndihmojnë kolegët e tyre në ngritjen e brezave të ri të matematikanëve kosovar. Me këtë rast, pata fatin të isha asistenti profesor Petraqit, i cili mbante leksionet nga lënda analiza 3, ku studioshin funksionit mendryshore reale, specialitet i profesorit. Angazhimin e tij që njohuritë matematike të na i bëj sa më të kuptueshme dhe të pranueshme, duke mos kursy asgjë nga mundi dhe koha e tij, i kujtoj gjithnjë me pietet. Si asistenti i ri e kam pasur gjithnjë përkrajen dhe ndihmën e pakursuar të profesor Petraqit në çdo drejtim. Edhe sot kësaj dite i ruaj me nostalgji dy vëllimet e dispencës të rija funksioneve të variablit real, të Natansonit të përkthyer dhe të përshtatura në gjuhën shqipe nga profesor Pepi, të cilat mi dhuroi atë kohë. Ai pa përtezë dhe me kënaqësi gjente kohë të më ndihmonte në tejkalimin e vështirësive të rastit që më paraqiteshin në atë kohë, duke u përgjigjur me mirësi dhe qartësi në pyetjet që i parashtroja. Me ftesën e profesor Petraqit kam qëndruar në vizitë studimore një mujore në Universitetin e Tiranës në vitin 1977. Ishte kjo vizita e parë Tiranës në ato kohë të vështira, të cilën e kujtoj gjithnjë me nostalgji. Për gjitha këto jam falendërues përjetësisht profesor Pepit. I pajisur me dije dhe kulturë matematikore të gjerë dhe të thellë, me forma të komunikimit shembullor, gjithnjë rrezatoi energji pozitive të absorbueshme për të gjithë e posaçërisht për të rinjt e studentët. Vuri gur themelet e matematikës tek ne shqiptarët. Vepra e tij shkencore u respektua kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht. Krijoi dhe pajisi me kulturë matematike shumë breza të cilët do të vazhdojnë misionin e rrezatimit dhe përhapjes së dijeve matematike në për gjitha viset e banuara me shqiptar. Si pedagog i mirëfillt u dëshmua me përpjekje që matematikën për student ta bënte sa më të kuptueshme dhe më të lehtë, me qëndrim e dashuri prindore ndaj studentëve, parapëlqente jo distancë, por afërsi, jo dekret e as imponim, por respekt, dashuri dhe përkushtim ndaj problemeve të tyre. Profesor Pepi ishte udhëheqës dhe edukator i shumë brezave të matematikanëve, ishte fjalë ëmbël dhe i afërt me studentët e tij, punëtor i palodhshëm i cili me mësimet e tij ngriti gjenerata të tëra matematikanësh.
me butësinë e tij, me mendjeprahtësinë e tij, me talentin e tij të rrallë, ishte shembull se si duhet të dukej intelektuali, profesori e shkencëtari. Të tillë do ta kujtojmë për jetë profesor Pepin, ish studentët e tij se gjithë ata që patën fatin ta njohin dhe të bashkëpunojnë me te. Njerëzit si akademik Petraq Pilika do të rrojnë në kujtesën e kombit si pika të ndryshme të referimit në rrugën e mundimshme të përparimit të tij. Për gjitha këto i takon një falënderim i përjetshëm veprës dhe angazhimit të akademik Petraq Pilika. Faleminderit profesor Qamili për fjalët e merituar për profesor Pepin dhe për një eksperiencë tuaj personale që tregon një anë shumë të rëndësishme të profesor Pepit. Tani profesor Vasilaj Qkelli nuk është prezent, ai jeton në Belgjik, por ka qenë nga bashkëpunëtor, do nga brezi i parë i studentëve të profesor Pepit, dhe ai ka dërguar një përshëndetje në ndërim të akademikut Petraq Pilika, cilën do e lexoj profesor Artur Baxhaku, përgjegjësi aktual i Departamentit Matematikës, që mund të konsiderohet trashëgimtari i katedrës parë të matematikës. Profesor Arturi ka dhënë një kontribut edhe në organizimin e këtij aktiviteti bashkë me disa anëtarë të departamentit të tij. Ju lutem. Përshëndetje profesor Vason për nderin për të lexuar shënimet e tij profesor Pepin. Të dy kam pasur profesor, të adhuruar, do thoja, edhe për mua ustallar. Profesor Pepi na shuhet frikëshin katedrë për ustaj me gjithë respektin dhe i familiaritetin që kishte. Kurse profesor Vason në vitet e para të punës, kur sapo isha ndarë nga leksionet e profesor Pepit, dhe e quaj veten akoma Çerak, e kisha usta. Bashkë me profesor Viktorin, një që është këtu, ju a di për nderë se më dhanë zanatit. Tash vjen koha që lexoj shënimet për një usta të shkruara nga një usta. Po lexoj shënimet e profesor Pepit, falenderoj organizatorët për ftesën që të marrën pjesë në këtë ceremoni për kujtimin të profesorit tonë të paharruar, akademikut Petraq Pilika. Në pamundësi të jemi pranishëm në këtë verinitari, po tërgoj një shkrim mirënjohje dhe vlerësimi të lartë për veprën e këtij personaliteti të shquar të Universitetit të Tiranës dhe arsimit shqiptar në përgjithësi. Jam i sigurt se grupi organizator e ka paraqitur tashmë verinitarinë dhe veprat e profesor Pilikës në mënyrë sa më të plotë, e prandaj unë do të kufizohem në disa përjetime personale gjatë periudhës së studimeve dhe më tej si pedagog në katedrat e matematikës. Studimet në Institutin e Lartë Pedagogjik Tiranës në dega matematik fizik i filluan në shtator 1956. Prej studentëve të viteve më të larta kishin dëgjuar se me profesor Pilikën nuk ka shaka, ka kërkesa të forta. Ashtu në doli vërtet, por cili ishte ky pedagog që kështu disive çohej, qysh filluan leksionet e algebrës, u shfaq mënyra energjike, por shumë e qartë e paraqitjes së lëndës. Profesori i zhytur në abstraksionin e natyrshëm të matematikës me një pasion karakterizues, shpjegonte se si kushtizimet logjike pasqyroheshin në aparatin matematik. Ai zbërthente me kujdes çdo detaj teorik dhe teknik në vërtetimin e pohimeve, duke rritur ndjeshmërinë e tonalitetin e zërit në pjesët kyçe dhe më të vështira të vërtetimeve. Në këtë atmosferë të elektrizuar që krijonte me leksionet e veta profesor Pilika, të gjithë ne studentët përqendroheshim tërësisht në ndjekjen e shpjegimeve aq sa shpesh të përhumbur në atmosferë harronim të merrim shënime. Në ato kohra akoma nuk ishim përgatitur tekste matematike. Mbas disa javësh, profesori na bëri një kontroll në shkrim për të na dhënë rezultatet, na thiri të shkonim një pas dite në një sallë auditor të fakultetit. Kur kthehen detyra, çdo studenti i tregonte gabimet e bëra dhe i shpjegonte me hollësi se si duhet ishte përgjigjja e rregullt. Pra profesor Pilika vërtet ishte kërkues, por së pari ai bënte përpjekje maksimale për të shpjeguar qartë çdo hollësi të lëndës dhe për të mësuar se si ti shtrojnë vetvetes pyetje gjatë studimit të lëndës. Kjo mënyrë pune ishte njëherë mësimi i parë profesional në bisjedhjet dhe nxënësve në të ardhmen tonë si mësues, thënë shkurt, para se të kërkosh duhet të japësh.
Në 4 vjet të shkollimit, një nga lëndët bazë formimit teorik profesional na e ka zhvilluar profesor Pilika, pra është ky profesori që me praninë e tij kohore në auditor, me aftësinë e tij profesionale dhe cilësitë njerëzore, ka ndikuar më shumë në formimin tonë profesional. Nëse imagjinojmë një kod gjenetik profesional të njerëzve, atëherë me siguri për gjithë ne ish studentët e profesor Pilikës, analiza do tregonin një origjinë tek trungu i përbashkët Petraq Pilika. Nuk e harroj një ndodhi në dukje fare të parëndësishme, por që më la një mesazh të vlefshëm në fillimet e punës time si mësimdhënës. Në vitin e dytë të punës pranë katedrës matematikës, në një orë mësimi, profesori erdhi për të parë zhvillimin e mësimit për meje. Në fund të orës, më shkohet e porta, e hapa dhe pritet të dilte shefi që ishte ulur në fund klasës. Dolën studentët dhe profesori arriti tek porta, por në vend që të dilte, më tha: "Dilti i pari. Pedagogu është zot i vetëm i orës së mësimit." Nuk ka rëndësi se ç'mendoj apo veproj në atë moment. Ajo që kuptova dhe ka mbetur në kujtesën time është rëndësia që ai jepte orës së mësimit dhe dinjitetit me të cilin duhet të trajtohet figura e mësuesit apo pedagogut. Dinjiteti njerëzor ishte tipar thelbësor i karakterit të profesorit Pilika, që përveç vlerave të tjera e bëri atë të respektuar e të admirueshëm për studentët dhe kolegët e tij. Viti 1951 shënoi një datë shumë të rëndësishme në zhvillimin e arsimit në vendin tonë, veçanërisht në shkollat e larta. U ngritën institucionet e larta 4 e 5 vjeçare, ndërmjet cilëve dhe Instituti i Lartë Pedagogjik 4 vjeçar, ku përfshihet Fakulteti i Shkencave të Natyrës, me detyrën kryesore të përgatisë mësues për shkollat e mesme. Një degë i këtij fakulteti ishte ajo matematikë fizikës. Kishte shumë pak kuadër të përgatitura para lufte të afta për të dhënë një start me hap të sigurt zhvillimit dhe përvarimit të atyre instituteve. Kështu ndodhte edhe me kuadrin e katedrës së matematikë fizikës, por në vendin e duhur dhe në kohën e duhur ishte njeriu i duhur. Pas përfundimit të studimeve për matematikë në Universitetin Lomonosov të Moskës, me rezultate shumë të larta, u kthye në vepër Petraq Pilika. Për shumë arsye objektive, mbi matematikanë e ri era detyra e rëndë të fillojë ngritjen e strukturës së kësaj dege dhe të funksionimit të tij. Ju desh të programojë të gjithë elementet e zhvillimit nga ana materiale dhe të personelit mësimor, njëkohësisht të zhvillojë disa lëndë në vitin fillestar. Në mbledhjen e katedrës matematikës në fillim të vitit mësimor në shtator të 60-s, kur sapo kisha filluar punë pranë asaj katedre, shefi Pilika foli për detyrat e përgjithshme, por në atë mbledhje ai tha se kishte planifikuar për të kryer studime të plota pasuniversitare jashtë shtetit, njërin prej anëtarëve të katedrës. Atë vit profesori kishte mbaruar me sukses studimet e veta pasuniversitare në Moskë me frekuentime kohë të pjesshme. Ai shtoi se kishte marrë garanci nga autoritetet përkatëse të vendit që edhe në çdo vit pasardhës do dërgojë një prej anëtarëve të katedrës për studime të tilla jashtë shtetit, kryesisht në Moskë. Ndërkohë, edhe 2 prej anëtarëve të katedrës ishin duke kryer studime pasuniversitare në 2 fusha të ndryshme të matematikës. Pa profesor Pilika dhe askush tjetër kishte menduar dhe po vinte në zbatim me përpjekjet e veta një plan zhvillimi për krijimin e një njësie mësimore dhe të kërkimit shkencor të futur dinjësisht në rrjetet bashkëkohore të shkencave dhe didaktikës. Kuptova ato ditë se profesori ynë nuk ishte vetëm një vizionar, por ai kishte edhe vullnetin dhe energjinë për të arritur objektivin e planit të vet. Në 2 dekadat 35-55 vrehet një intensifikim i kërkimit matematik me prirje aplikative të dukshme. Në atë periudhë kanë fillesat e tyre një numër teorish që lidhen me optimizimet në rrethana të ndryshme, me vendimmarrjet, informatikën dhe shkencat përkatëse, shoqëruar me zgjerimin e vazhdueshëm të fushave të zbatimit të tyre. Në vitin 60 dhe në vendin tonë kishin filluar zbatime në ekonomi të atyre teorive për probleme me përmasa relativisht të vogla. Por probleme për masa më të mëdha, ku modelet kërkonin volum të madh, veprimesh duheshin teknikat e reja. Gjithashtu, probleme të ndryshme që zgjidhin projektuesit për ndërtimin e objekteve të ndryshme industriale apo të infrastrukturës kërkonin vëllim të madh kalkulimesh. Në këto rrethana, profesor Pilika, duke ndjenjur linjat shtetërore si personi profesionalisht më autoritar, bëri të mundur që të merrej vendimi për ngritjen e qendrës llogaritëse në rrugën, tash quhet Don Bosco në Tiranë. Në atë qendër që fillimisht vare nga katedra e matematikës, përveç personelit inxhinierik, të gjithë kuadrat e tjera ishin matematikanë të specializuar në kin. Pak vite më vonë, qendra llogaritëse kaloi në administrim të Akademisë së Shkencave.
Mbas një periudhe fuqizimit e qenies llogaritëse dhe zhvillimit të shërbimeve informatike në botë, erdhi koha dhe u hap dega e informatikës pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Pedagogët për një periudhë fillestare dhe hetuesit e degës ishin të gjithë të diplomuar në matematikë, por me specializimin në informatikë. Pra edhe ky ishte një tjetër kontribut i katedrës matematikës drejtuar nga profesor Pilika. Mbas mbarimit të brezit të parë të informatikanëve, trupi pedagogjik u rrit gjithmonë me informatikanë të rinj. Të gjitha këto nisma për zhvillimin e matematikës në vendin tonë, profesor Pilika pati mirë kuptimin dhe mbështetjen e pakurrësuar të kolegëve, profesor Qazim Turdiu, profesor Osman Kraja, profesor Shaban Baxhaku, si në procesin mësimor, ashtu edhe në aspektet e tjera të zhvillimit sasior e cilësor të katedrës. Ndërmjet kolegëve më të afërt të profesor Pilikës është vetëm njëri që prej vitit 1956, kur filloi punë në katedrën e matematikës dhe derisa profesori doli në pension, pra afërsisht për 4 dekada, i ka qëndruar për herë pranë. Ky është profesor Aleko Minga, që për arsye shëndetësore nuk ndodhet sot në këtë ceremoni përkujtimore. Me aftësitë e vetë të shumëanshme, profesor Aleko ka dhënë një ndihmës lehtësuesve për realizimin e ideve të përgjithshme të profesor Pilikës. Përveç aftësive të spikatura si pedagog, shkencëtar dhe çdo aspekti profesional, profesor Pilika ka mbetur një figurë mbreslënse dhe admirueshme për gjithë ish studentët e tij dhe gjithkujt që e ka njohur, veçanërisht në rrethana pune për t'i parë dalluese të karakterit të tij. Ai ishte njëri pa paragjykime, e qëndronte larg dukurive negative, kapte dhe vlerësonte mos thelbësorën në problemet e zhvillimit pasionant dhe kurajos në mbrojtje të drejtës. Vlerësonte njeriu e punës, njeriu dinjitos. Ne ish punonjësit e katedrës matematikës i kujtojmë ato raste kur pedagogët të vjetër apo të rinj janë sulmuar politikisht prej njerëzish të ndryshëm në emër të mbrojtjes së ideologjisë partirake, kur sebebet për ato raste s'kan patur as pak natyrë ideopolitike. Por ndërhyrja kurajoze e profesor Pilikës me forcën e gjykimeve të veta i ka neutralizuar ato. Për 40 vjet pa shkëputje, profesor Pilika formosoi dhe i drejtoi katedrën e matematikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës me vullnetin, kujdesin dhe durimin e madh për misionari. Dhe qëllimit i arriti në mënyrë më të mirë, por si për çdo gjallësi në tokë, edhe për njeriu ka një fund fizik. Disa ditë para se të ndronte jetë profesor Pilika, vajta për ta parë në shtëpinë e tij, ishte i shtrirë në shtrat. Duke e njohur karakterin e tij, u kujdesa të mos nxjerrë ndonjë fjalë që nuk kuptonte kurajën. Kjo ishte fyese për të që kurajën e kishte në natyrën e vet. Prandaj flisja për terma me sa më pak ngarkesë emotive. Ndërmjet tyre çka foli profesori, luaj në mendje me zë dhe me figurë fjalët. Vasillaç, unë nuk i trembem vdekjes. Dhe tani po them që profesor Pilika keni të drejtë. Ju jeni gjallë në zemrat dhe mendjet tona dhe vepra juaj misionare është historike në zhvillimin e shkencave matematike në dheun tonë. Vasillaç keni. Faleminderit profesor Vasillaç Kelli për ti dhe për element pasurën edhe ndjen ton për profesorin. Faleminderit dhe profesor Arturit i cili na e bëri të mundur ta dëgjojmë këtë përshtypje të profesor Vasillaçit. Tani, para se të jap fjalën vajzës së profesor Pepit, më lejoni të shtoj 2 gjërat cilat na erdhën më vonë se programi. Janë 2 personalitetit cilët ja vlen t'i dëgjojmë, janë shkurt. I pari është profesor Michel Fundo, i cili ka qenë bashkëpunëtori më i afërt në shkencë pas Leko Mingës në katedrën. Aktualisht ai është në Greqi, në Selanik, por është në online. Kështu që ai do përshëndes shkurtimisht, sepse ai në fakt ka qenë nga persona tash më afër edhe në profesion, por profesor Pepi e ka dashur dhe ka mbështetur shumë për talentin e tij dhe për punën e madhe cilësore që ka bërë në katedrën e matematikës. Tani, nëse ka mundësi, t'ja kalojmë fjalën Michelit. Përshëndetje, sallës të shumë nderuar. Përshëndetje kryetarit të Akademisë Shkencave të vendit tonë dhe përshëndetje të veçanta kryetarit të Akademisë Shkencave të Kosovës. Përshëndetje
familje së nderuar dhe shumë të dashur të profesor Pepit. Përshëndetje të gjithë kolegëve dhe miqve tanë të nderuar. Figura dhe kujtimi i profesor Pepit janë dhe mbeten gjithmonë të gjalla në përfytyrimin tonë. Ato janë mishërimi i forcës së pasionit dhe i talentit për matematikën dhe zhvillimin shkencor, si dhe burim frymëzimi për ne dhe brezat e ardhshëm. Ne, që mund të përfshihemi në gamën e kuadrove relativisht më të hershme, jemi dëshmimtarë të gjitha etapave dhe tablove më të rëndësishme të zhvillimit matematik, ku gjithnjë vendin kryesor e kishte profesor Pepi, si në prodhimtarinë shkencore dhe punë edukative mësimore, ashtu dhe në modernizimin e degës, në çështjen e drejtimeve të reja dhe në zgjedhjen, në formimin dhe në mbrojtjen e një kuadri cilësor, i cili e përligji veten e vet si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. Kudo, poshtë apo lart, fjala e Pepit kishte peshë. Logjika e tij ishte e pakundërshtueshme dhe vendoste vulën. Pata edhe unë privilegjin dhe fatin e madh të jetoja e të punonja në një kolektiv të mrekullueshëm njerëzish shumë të zotë dhe të talentuar. Pata edhe mundësinë të mësoj shumë nga mençuria dhe bota e tyre shpirtërore brillante. Në përfytyrimin tim modest, më është ngulur ideja që Pepi, profesor Pepi, ishte unikal në forcën krijuese dhe pasionante për matematikën, në mbrojtjen me gjithë shpirt të pozitives. E me shpirt të pakrahasueshëm sakrifice, shpesh pa llogaritur koston. Por Pepin e kuptonin, e dinin që luftonte për të mirën, dhe e dinin që ishte besnik i ideve të tij, ashtu siç ndodhi në të vërtetë. U tha nga shumë shokë të nderuar parafolës, edhe një cilësi midis gamës shumë të gjerë të cilësive të mrekullueshme të Pepit, kujdesi i tij për zgjedhjen e kuadrove të reja. E sot e kësaj dite e kujtoj atë moment të ditëve të pas vitit 3 të janarit 1959, kur në orën e mësimit pas pushimit të madh, mësuesi i matematikës më tha tek dera e klasës që ka ardhur shefi katedrës së matematikës Tiranës me një sojdik, sepse duan të zgjedhin nxënës të mirë dhe do të pyesin. Unë nuk ula në bangë, qëndrova para tabelës dhe pastaj mu dha një tezë nga maturat e provimeve të matematikës dhe mandej filluan pyetjet nga Pepi edhe nga Sojtiku. I harrova të gjitha emocionet që mund të kisha si nxënës, siç do të ishte edhe natyrshme. Sepse u mrekulluova nga fytyra e Pepit. Sa herë që jepja si duket në një përgjigje të saktë, nuk e harroj atë fytyrë të ndryshuar dhe entuziaste të Pepit. Kjo ishte ndoshta pika më e rëndësishme kthese në jetën dhe në karrierën time. Për ulem me nderim të thellë para kujtimit të Pepit tonë të paharruar. Faleminderit. Faleminderit profesor Misheli, përëm shëndet
dhe do mbetemi në kontakt për raste. Tani ne profesor Pepin e njohim si të matematikës e gjitha, mirë po ai ka qenë edhe njohës shumë i mirë i fizikës. Edhe shkolla e tij atje në universitet ka qenë fizmat. Kështu që ai madje në fillimet e tij ka botuar dhe libra me bashkëautor, libra fizike për studentët. Tani për të thënë sa fjalë më shumë për fizikën, po ftoj akademik Floran Vilën për disa kujtime personale me Pepin. Të nderuar pjesëmarrës. Profesor Pepin, unë e kam njohur kur filloi të na jap leksionet e analizës matematike dhe algebrës në semestrin e parë të vitit të parë të fizikës në 1960. Pra, kur Universiteti i Tiranës dhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës futeshin në vitin e 4 të krijimit të tyre. Në leksionet e analizës na mahniti. Në gjimnas nuk e kishim njohur gjuhën e epsilon deltave, të cilin ai përpiqej me shumë pasion që ne të familiarizoheshim me të. Kur fillonte leksionin, më duke sikur futej në një botë tjetër, shkëputej nga realiteti, dhe ndoshta as i shkonte mendja fare nëse ne studentët a mund t'i shënonim dot ato mrekullira që fliste. Ishte vështirë që të mbajshin sakt shënime në leksionin e tij. Për të studiuar analizën, unë mora në librin sovjetik Demidovicin dhe Smirnovin, dy tekste që konsideroheshin të pranueshëm për ne dhe konsultoheshin në raste të veçanta. Provimi i analizës ishte i pari në jetën tonë studenteske, 6 janar 1961. Aty kuptuam që profesor Pepi nuk të falte në mësimin përmendsh, nuk të falte në qoftë se përgjigjeshe gabim, mjafton edhe një koncept të vetëm, por ama që ishte themelor. Ai, për mendimin tim, i jepte në mënyrë absolute e përsi arsyetimit logjik. Kalushmëria në lëndët e profesor Pepit, kur provimi jepej për herë të parë, flas për kohën që kam qenë unë student, ishte shumë e pakët. Notat kaluese që mbizetronin ishin të ultat, notat mesatare ishin të ralla, ndërsa nota maksimale ishte shumë e rrallë. Analiza matematike e shpjeguar nga profesor Pepi më tërhoqi jashtëzakonisht dhe i kushtova një vëmendje të veçantë. Përkundrazi, algebra ndonse e bukur, më duke lehtë në krahasim me analizën dhe nuk e mora shumë seriozisht. Dhe profesor Pepi, me atë balancën e tij super analitike, e bëri dallimin në përgjigjet e mia në provim në këto dy lëndë. Këtu po ju them të vetmen fjali që më tha në provimin e algebrës, që ishte i dyti mbas analizës. Mbasi i dhash përgjigjet për të dyja pyetjet dhe për të cilat nuk më bëri asnjë ndërhyrje, por vetëm në fund më tha, me atë zërin e tij karakteristik që s'mund të imitohet. Algebra nuk është kaq e thjeshtë sa të është dukur ty more djalë dhe më vuri notën 4. Në atë kohë nota 5 ishte nota maksimale. Shumë i emocionuar dola nga salla dhe më habiti fakti se si e kuptoi që mua algebra më ishte dukur e thjeshtë, po ja që ustaj, siç e thonin, e kuptoi. Takimi i fundit në epokën studenteske me profesor Pepin ishte në provimin e shtetit të matematikës. Prezi im ka qenë në fat që kanë dëgjuar që në moshë 18 vjeçare, leksionet e një pedagogu 36 vjeçar, që 6 muaj mbasi dham provim në vitin e parë me të, mbrojti me sukses doktoraturën në Fakultetin e famshëm të Mekanikës dhe të Matematikës të Universitetit të Moskës, ku jepnin leksione korifejt që i takonin elitës së mendimit matematik botëror, si Kolmogorovi, Kuroshi, Menshovi, Gelfandi, etc. Në vitin 1975 u caktova zëvendës përgjegjës i katedrës fizikës përgjithshme, detyrë që më dha mundësinë për të marrë pjesë në mbledhjet e shefave të katedrës në dekanat, si dhe të jem antar i Këshillit Shkencor të fakultetit. Dhe pikërisht në mbledhjet e dekanatit dhe të Këshillit Shkencor kam pasur mundësinë të ndigjoj pikpamjet që ai shprehte në diskutimet e tij për problemet kardinale të shkollimit universitar dhe të arsimit në përgjithësi. Ai ishte idealist. Arsimin e konsideronte të shenjtë dhe ashtu si disa kolegë të pakët të tij mbante qëndrim kritik në të gjitha rastet kur bëheshin propozime ose veprime që sipas tij nuk ishin në të mirën e shkollës. Në mbledhjet e dekanatit
ka kritikuar Ministrinë e Arsimit në pranit ministrës sa asaj kohe, në lidhje me qëndrimet liberale të drejtorëve të gjimnazeve në provimet e maturës në lëndën e matematikës, duke folur në mënyrë konkrete. Ishte person tepër i ndershëm, që nuk hezitonte të bënte edhe pohime, që në fakt e ulnin reputacionin universitar të matematikës, mbasi atij nuk ja lejonte ndërgjegjja që të merrte vendime për të cilat kishte bindjen që nuk mund të realizoheshin në nivelin që duhej të kërkohej dhe jo që kërkohet. Ishte një njeri me kërkesa shumë të larta cilësore dhe kur nuk lëshonte pe në dëm të cilësisë së mësimit dhe kërkimit shkencor. Njëherë, në vitin e 3 të matematikës, ngeli një student që ishte edhe antar partie dhe me atë ngelje përjashtohej nga shkolla. I ndërhyn që ta merrte edhe një herë në provim. Nuk pranoi, duke thënë që ai, fjalët janë të tij, nuk mund të bëhet dot një mësues matematike për shkollën e mesme. Në mbledhje dekanatit, dekani, profesor Osman Kraja, i tha që është vendosur zyrtarisht që të merret edhe një herë në provim. Miru përgjigj, merreni, por unë nuk marr pjesë në komision. Në vitin 1984, Ministria vendosi në bashkëpunim me fakultetin që të organizohej një kurs pas universitar me 10 mësuesit më të mirë të matematikës dhe 10 më të mirë të fizikës të qyteteve të ndryshme, një për qytet, të cilët më vonë do të merreshin edhe me kualifikimin e mësuesve të tjerë të këtyre lëndëve në qytetet e tyre. U vendos që nota mesatare e pranimit me mësuesit që do të vinin të ishte 8. Njëra nga mësuesit e matematikës që ishte propozuar për të ardhur e kishte mesataren 7.9. Profesor Pepi nuk e pranoi. E mori në telefon dhe sekretari i parë i rrethit përkatës, duke i thënë: "Profesor, është më mira që kemi. Nuk kemi mesatare më të lartë se kjo." Dhe Pepi u përgjigj: "Më vjen mirë që keni propozuar atë që keni me mesataren më të lartë, por nuk është e përshtatshme për këtë kurs. Ju garantoj që në kohën e kualifikimit të mësuesve do t'ju dërgojmë një mësues nga një qytet tjetër, që do të bëjë në nivelin e duhur kualifikimin në matematikë për mësuesit tuaj." Pra nuk e pranoi. Sot, mbas 40 vjetësh nga ky veprim i profesor Pepit, në doktoraturë futen kandidat që janë poshtë këtij kriteri. Në një debat të gjatë të bërë në Këshillin Shkencor, në lidhje me statusin e katedrës, dekani, i nderuari dhe i paharuari, profesor Kol Popa, propozoi që katedra të jetë njësi mësimore, shkencore dhe administrative. Kundër doli profesor Pepi. Me një pasion shumë të madh, ai filloi të argumentojë që katedra nuk mund të jetë njësi administrative, por vetëm mësimore, shkencore. Dhe megjithse propozimin e bëri dekani, kimist, dhe shumicën absolute në këshill e kishte kimia me 5 katedra, që kishte edhe shumicën dekanat, këshilli votoi për propozimin e profesor Pepit. Katedra është njësi mësimore shkencore. Dekada më vonë e kam kujtuar debatin e asaj mbledhje, ku kam qenë me bursën DAD në Universitetin e Darmstadtit në Gjermani dhe me porosi nga të fakulteti, mora shënim se si ishte atje procesi zgjedhor për postin e dekanit. Nuk po futem në hollësira, por po ndalem vetëm në një fakt. Posti i dekanit ishte me kohë zgjatje 2 vjet, por profesorët nuk e preferonin postin e dekanit, megjithse zyrtarisht duhet shkonin në zyrë vetëm 3 herë në javë, të hënën, të mërkurën dhe të premten, dhe të rinin 4 orë, pra 8 me 12. Pra e dini pse nuk e preferonin, pasi nuk dëshironin që 12 orë javore t'i harxhonin për punë administrative. Në mbledhje që bëheshin me kuadrët drejtuesit universitetit në sallën e madhe të rektoratit, në pranitur heqjes më të lartë kohës që mbulonin arsimin dhe shkencën, në emër të Fakultetit të Shkencave të Natyrës fliste profesor Pepi, që ishte vetëm shef katedre. Profesor Pepi nuk i përket vetëm matematikës. Si një njeri me personalitet të spikatur, ai në të gjithë jetën e tij e inkurajoi dhe frymëzoi veprime dhe iniciativa që çonin vetëm në rritjen e cilësisë dhe dinjitetit të arsimit të lartë universitar. 15 vjet më parë, në një intervistë që më morën në një gazetë, ndër pyetjet e shumta ishin natyrisht dhe ato që lidheshin me shkollimin. Terezi im ka pasur fat të ketë mësues dhe pedagog të mëdhej për kohën, në etapa të ndryshme të shkollës. Unë përmenda mësuesin e rrallë dhe të paharuar të fizikës të gjimnazit shumë të njohur Qemal Stafa Tiranës. Nuk e përmenda me emër. Për këtë më vonë u pendova, por me përshkrimin që i bëra, të gjithë gjimnazistët e Qemal Stafës e kuptonin që ai ishte Fadil Repishti. Kur erdhi radha e shkollimit universitar, pa hezituar, e përmenda një emër dhe ai ishte profesor Petraq Pilika. Nuk e kam tradhtuar fizikën, por ndërgjegja më thoshte që ai e meritonte. I paharuar qoftë kujtimi i tij.
Faleminderit profesor Florani. Tani ja japim fjalën vajzës profesor Pepit, Ledja Mëhilli Pilika, e cila ka studiuar matematikë në Francë dhe jeton atje me familjen, me 2 fëmijë. Ledja. Të dashur zonja dhe zotrinj, miq, ish student të BBA-it dhe profesor të nderuar. Faleminderit. Në emrin e familjes tonë, Arianës, në radhë të parë mamas tonë, vllait tim Klitit dhe familjes së tij, mua dhe familjes time, do të doja të shpreja mirënjohjen më të thellë dhe falenderimet më të ngrohta për prezencën tuaj në këtë ditë kaq domethënëse. Falenderojmë nga zemra Akademinë e Shkencave, falenderojmë kryetarin e saj, zotin Skënder Gjinushi, për organizimin e kësaj konference, që na mbush me gaz dhe me emocione në ditën e 100 vjetorit të lindjes së bashkëshortit, babait dhe gjyshit ton të paharuar, Petraq Pilika. Nuk kam dyshim që babai do të ishte dakord me mua, duke thënë që kjo ngjarje dhe themelimi i çmimit Pilika me rastin e 100 vjetorit të lindjes është një nga dhuratat më të çmuara për të, por akoma më me rëndësi për shkencën dhe për matematikën shqiptare. Për çfarë vlen matematika? E dëgjojmë shpesh këtë pyetje për këtë disiplinë kaq kontradiktore. Nga njëra anë plot me mistere, me vështirësi për të përçuar sekretet e saj, ku asgjë nuk është e fituar kur paraprakisht, por në të njëjtën kohë që pasionin dhe punën e shpërblen me një kënaqësi të papërshkrueshme. Në qoftë se do të më lejohet, do doja të shpreja 2-3 mendime të lira, që uroj të jenë një përpjekje që i përgjigjen kësaj pyetje kaq legjitime dhe që besoj që rezonojnë në sallë. E para, matematika, kjo lëndë që, siç thanë të gjithë, na ka nxjerrë kaq djerës të ftohta, në të vërtetë është një muzikë e heshtur, ndërkohë që muzika është një matematikë me tinguj. E dyta, matematika na mëson mënyra arsyetimi dhe përpikmërie që janë jashtëzakonisht të vlefshme në punë dhe në jetë. E treta, pavarësisht nëse jeni matematicien apo jo, matematika është e pashmangshme. Pa matematik, një numër i pafundshëm shpikjesh industriale, shkencore, teknologjike, mrekullish kulturore, artistike, arkitekturale, të botës ku jetojmë nuk do të ekzistonin. 2 shembuj shumë të thjeshtë, piramidat e Keopsit pa gjeometrinë hapësirë, si dhe shpjegimi i fenomeneve të vrimave të zeza në astrofizik pa teorinë e relativitetit të Einsteinit. Besoj se jeni dakord me mua për thënë që po, matematika është një festë. Është kjo festë që babai përqafoi që në moshën më të vogël dhe të cilës i kushtoi dashurinë e tij më të madhe, një dashuri të përjetshme, pa kushtëzim, e cila nuk e zhgënjeu kurrë. Nuk jam në gjendje të shpjegoj se në çfarë dite dhe në çfarë ore kur ishte lindja e këtij pasioni. Por jam e sigurt për diçka, që ajo ishte fruti i kryqëzimit të rrugës në Korçën, qytetin e tij të lindjes, të një djaloshi adoleshent që ishte jetur për dije dhe për shkencë, dhe ashtu sikur se e përmendi profesor Fatmiri, i eruditit dhe patriotit të shquar Raqi Qirinxhi, që i rinjosi babait për gjithmonë dashurinë deri në vibracion për matematikën. Babai kishte një përkushtim absolut për mjeshtrin e tij me më të madhe, të cilit ai detyroi gjithçka. Babai e donte matematikën mbi të gjitha dhe ishte e bindur që matematika ja kthente pasionin e tij shumë herë më tepër, jo me deklarata të veçanta si një qenie e gjallë, por me një bashkësi teoremash, problemesh dhe ushtrimesh për të zgjidhur, të cilët i jepnin një kënaqësi të pamas. Një kënaqësi që vetëm një amator dhe një profesionist i shkencës, i apasionuar i shkencës, mund t'i ndjejë. Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës dhe Katedra e Matematikës që ai pati kënaqësinë dhe nderin të drejtoj, si dhe realizimet premtuese në buletinet shkencore të kohës, ishin krenaria e përditshme e tij. Por lumturia e tij më e lartë, për të cilën ishte shumë bujar në lavdërime dhe ku shkonte gjithë mirënjohja e tij, ishin kolegët dhe bashkëpunëtorët e tij, familja e tij paralele. Ishin këta kolegë që ja shpërblenin çdo ditë
çdo orë, çdo minutë në mënyrën më elegante për kushtimin e tij, duke e thirrur ashtu si kur u cilësua nga shumë veta këtu ustaj. Ata e shoqëruan gjatë gjithë jetës tij dhe për babain kjo ishte arritja më e madhe që e ruante si dritën e syrit. Kujtoj me respektin më të madh profesorin Aleko Minga, që fatkeqësisht nuk është këtu me ne për arsye shumë detësore dhe të cilit ju urojmë një mëkëmbje sa më të shpejtë, për mua dhe në sytë e mi është një nga ikonat dhe monumentet e matematikës. Është simboli i polivalencës, shkencës dhe kulturës shqiptare. Kujtoj me po kaq respekt gjeneratat të tërë matematicianësh dhe shkencëtarësh të shquar, profesor Osman Krajon, profesor Shaban Baxhakun, profesorin dhe akademikun Skënder Gjinushi, profesorët Lukan Puka, Maxi Raço, Mina Naqo, Agim Karçanaj, Kujtim Dedej, Michel Fundo, për të cili më pata shumë emocione, Cezar Teliti, Fatmir Hoxha dhe shumë të tjerë që për të cilëve ju kërkoj ndjes që nuk mund t'i përmend dot. Ata vazhduan trashëgiminë e matematikës, flaka e së cilës nuk do të shuhet kurrë. Jam e bindur që nga lart babai na vëzhgon krenarisht sot. Në epokën e inteligjencës artificiale dhe realiteteve numerike, shkenca dhe matematika do të vazhdojnë të ecin shumë më përpara sepse babai ëndronte në ëndrat e tij më të bukura. Kjo konferencë dhe ky çmim dhe prezenca juaj sot janë dëshmia më reale e këtij vrulli progresist. Do të doja ta mbyllja këtë falenderim familjar me këtë citim të babait që shpresoj dhe mendoj se karakterizonte filozofinë e jetës tij. Ai thoshte vazhdimisht, unë jam njeriu më i lumtur në botë sepse kam patur fatin që jam gjithmonë i rrethuar nga njerëz të Zotit. Ju falenderoj. Faleminderit shumë Ledja. Ishte kënaqësi e madhe dhe për ne të gjithë që dëgjojmë ca fjalë nga zemra, nga familja e profesorit pa harruar. Tani ne do të kalojmë në një element tjetër, në ndarjen e çmimit Pilika për 3 kategori. Për doktoratën më të vlerësuar, për artikullin më të mirë dhe për çmimin e karrierës. Për doktoratën më të mirë, oftoj akademik Neki Frashin, paraqes motivacioni dhe personi. Përshëndetje. Themelimi i çmimit Pilika nga Akademi e Shkencave ka një synim të dyfisht. Nga një anë synon të vlerësoj disa individ për kontributin e tyre. Nga ana tjetër, synon që të vlerësoj punën dhe kontributin e brezave të kërkuesve dhe edukatorëve në fushën e matematikës, një pjesë të cilëve ndodhen në këtë sallë kanë qenë pedagogë të mi, kolegë të mi dhe studentë të mi. Që të plasëm më shumë për ustajnë mbas gjithë atyre që u thanë këtu, e kam pak të vështirë.
Çmimi Pilika u themelua me vendimin e kryesisë të akademisë në janar të këtij viti dhe në mars u formua dhe juria që duhet me organizimin e konkursit dhe vlerësimin. Nuk ishte një detyrë e thjeshtë. Vlerësimi kontributeve në fushën e matematikës është krejt ndryshe nga korrigjimi i ushtrimeve që bën një mësues. Duhet që të vlerësohet cili është roli aktual dhe perspektiv i një kontributi në matematikë përveç zhvillimin e matematikës. Një juri nuk mund që t'japë verdiktin final për këtë gjë. Është historia që e bën. Historia që mund t'i dërgoj punimet në Hares ose mund t'i nxjerrë nga Haresa. Mjafton të përmend një rast disi të freskët. Peter Higgs priti 50 vjet derisa një eksperiment vërtetoi drejtësinë e një copë të formule që ai kishte shtuar diku. Po, të mos zgjatemi më shumë nga kandidatët që propozuan për vlerësimin e doktoratave të tyre, doktoratat të mbrojtura në periudhën 2010-2023, juria vendos që ky çmim t'jepet studiuesis Besiana Çobani për dizertacionin studimin në teorinë e problemeve me vetë anasjellta për ekuacionet me derivate të pjesme. I mbrojtur në vitin 2014 në Departamentin e Matematikës, Fakultetit e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës me motivacionin. Studimi i vlerësuar për parashtrimin me origjinalitet dhe me argumente të thelluara të problemit të analizës të konditave që kushtozojnë zgjedhjet e disa tipeve ekuacionesh diferenciale të njohur si ekuacione të keq përcaktuar, me vlerë teorike dhe me zbatime të shumta në shkencat inxhinerike dhe në fushat e tjera. Besiana nuk ndodhet në këtë moment në sallë, është online. Përshëndetje të gjithëve. Dhe Përshëndetje. Së pari ju kërkoj ndjesë për mos pjesëmarrjen time fizike në atë sallë, por është edhe për ligji përgjithësisë madhe. Notën e tunda kam dhe një event të jashtëzakonshëm familjar larg Shqipërisë, së cilit nuk mund të shmangesha dot. Kështu që së pari ju kërkoj ndjesë të gjithëve. Jam shumë e emocionuar dhe dua të them, nëse është e mundur, 2 fjalë falenderuese. Po. Të nderuar profesor, kolegë dhe miq, së pari dëshiroj të falenderoj Akademinë e Shkencave që me rastin e 100 vjetorit të lindjes së akademikut profesor Petraq Pilikës, i cili ishte themeluesi i së parës katedër të matematikës dhe drejtues historik i saj për mbi 3 dekada, ka bërë këtë organizim të një konferencë shkencore në nderim të figurës dhe kujtimit të tij. Shpreh gjithashtu mirënjohjen time të thellë
për profesorët e nderuar që vlerësuan tezën time të doktoraturës me çmimin e veçantë shkencor Pilika për doktoratën më të vlerësuar të studiuesve të rinj shqiptar, mbrojtur dhe publikuar gjatë periudhës kohore 2010-2023. Këtë e them me fjalë zemre, marrja e këtij çmimi është një motivim i jashtëzakonshëm për mua që të çoj përpara punën time kërkimore shkencore. Dëshiroj të shpreh gjithashtu vlerësimin dhe mirënjohjen time të thellë ndaj udhëheqjes sime të doktoraturës, profesor Fjoral Bacakoni, e cila më mori në udhëheqjen e saj pa hezitimin më të vogël, me synimin e qartë të saj për të përgatitur në Departamentin e Matematikës të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, doktorata që janë në të njëjtin nivel me universitetet prestigjioze botërore ku profesoresh Cakoni është angazhuar. E falenderoj gjithashtu për mundësinë e jashtëzakonshme që më ka dhënë me takime me autoritetet të shkencës të fushës, siç është profesor Colton, profesor Monk dhe shumë profesorë të tjerë që unë i kam të gjallë të gjitha ato takime dhe ruaj një konsiderat të jashtëzakonshme. Gjithashtu ju falenderoj dhe ju përgëzoj për këtë iniciativë kaq motivuese për ne, kërkuesit shkencor, dhe uroj që Departamenti i Matematikës të ecë në gjurmët që kanë lënë profesorët e nderuar Petraq Pilika, Michel Fundo, Osman Kraja, Shaban Baxhaku, Petraq Petro, Aleko Minga, sepse janë gjurmë që të çojnë drejt një rruge të sigurt suksesi. Ju falenderoj të gjithëve. Për ta mbyllur në hapin e parë të çmimit, duke lexuar motivacionin, ekuacionet të keq përcaktuar, kolegët që eventualisht kanë punuar edhe në fushën e geofizikës mund ta kuptojnë më mirë. Unë jam marrë me këto probleme, jo në aspektin teorik si Besiana, po në aspektin numerik. Dhe mund them që janë probleme me ku e thyen kokën kollaj. Faleminderit. Për çmimin e punimit më të mirë, i jepet Kastriot Zodos me motivacion. Për vërtetimet të teoremës pikës fikse në një kontekst veçantë, duke trajtuar fillimisht konceptin e një pasqyrimi alfa QSP të pranueshëm, duke paraqitur disa rezultate që përfshin kontraksione dhe pasqyrime kontraktive të përgjithësuara në kuadrin më dëgjër të B hapësirave ose në futin e hapësirave të ngjashme B metrike. Teoremat që përmirësojnë, zgjerojnë, përgjithsojnë dhe unifikojnë një numër rezultatesh ekzistuese në literaturën bashkohore dhe një rrjedhim me karakter zbatues që buron për njërës prej teoremave të propozuara nga autorët për të provuar ekzistencën e zgjidhjes së një ekuacioni integral. Kastriot Zodo. Të nderuar profesor, ndihem i vlerësuar në marrjen e këtij çmimi për vetë faktin se ky çmim mban një emër të madh të matematikës. I nderuari dhe i paharuari profesor Pilika, që është ai që e lindi, e krijoi katedrën e matematikës, departamentin e matematikës, ju përkushtua gjithë jetën dhe i dha emrin e tij kësaj
fushë kaq të bukur, kaq abstrahuese, që merret po thuaj një brez i tërë matematikanësh. Në rast parë dua të vlerësoj Akademinë e Shkencave, posaçërisht kryetarin e saj të nderuarin profesor Skënder Gjunushi, Institutin e Matematikës profesor Fatmir Hoxhën, për iniciimin e kësaj konference dhe për iniciimin dhe vlerësimin e punës kërkimore në fushën e matematikës për një brez të rinj kërkuesish që vazhdojnë të merren edhe sot. Një falënderim tjetër dua të jap për profesorin e nderuar Cezahir Teliti, për profesorin e nderuar Elida Hoxha, të cilët kanë iniciuar rrugëtimin tim, po thuaj qysh para 12 vitesh, duke më dhënë besimin dhe mbështetjen në studimet e doktoraturës dhe më pastaj në punën tonë, që është një punë që e bëjmë, po thuaj, pa lek, por e bëjmë për kënaqësinë tonë, me pasion, dhe matematika prandaj është e bukur kur ajo bëhet me pasion dhe me dëshirë. Dua të falenderoj të gjithë ata kolegë të rinj të mirë, gjithashtu që mbase janë nominuar dhe ata për këtë çmim, edhe ata i vlerësoj për punën dhe rezultatet e arritura në fushën e matematikës. Faleminderit të gjithëve. Një çmimi Pilik për karrierën të suksesshme i jepet profesorit Aleko Minga me motivacionin që do ta lexoj profesor Qamili. Bashkëthemeluesi i Universitetit Tiranës, bashkëthemeluesi katedrës së matematikës së specialitetit dhe zëvendës drejtuesi i saj për 27 vjet për krah profesor Pilikës, themelues i disa disiplinave të matematikës dhe artuesi i teksteve të para universitare të tyre në mënyrë të veçantë të algebrës, teorisë funksioneve të variablit kompleks dhe të analizës funksionale, me një rol intelektual personal në formimin, konsolidimin dhe drejtimin e shkencave matematikore, me meritat shkëlqyera në reformimin e vijueshëm programeve dhe të cilësisë së mësimdhënies në degët e matematikës, me gjurmë cilësore afatgjata në formimin e mësuesve e matematikanëve të ri, promovuesi i kësaj diturie të ndërlikuar përmes botimeve tërheqëse dhe paraqitjes enciklopedike, përfaqësuesi i shkencës matematike shqiptare në organizma dhe shoqata ndërkombëtare, personifikimi i shkollës shqiptare të matematikës dhe lartësive ku ai arriti gjatë gjysmës së dytë të shekullit të kaluar. Tani profesor Mingën nuk e kemi këtu, por ai ka dërguar një mesazh zanor. Ndërsa diplomën do t'ja japim Kunatit Gjoxhi Shundit. Po dëgjojmë një herë mesazhin. Ka dërguar mesazh zanor, kështu që do e dëgjojmë pak më vonë. Le të vi Gjoxhi. Profesor Skënderi, mund t'ja jepni këtë.
të nderuar pjesëmarrës, miq, shok dhe kolegë. Pjesëmarrës në këtë ceremoni në nderim të 100 vjetorit të profesorit ton të shquar Petraq Bilikës. Ishte një dëshirë e të gjithëve për të përjetësuar emrin e tij. Dhe mënyra më e goditur për ta përjetësuar këtë emër ishte pikërisht ajo që u zgjodh nga Akademia e Shkencave dhe nga profesor Gjinushi, që u bë iniciator i tij për krijimin e një çmimi që mban emrin e tij. Çmim i cili duhet të ruajë reputacionin vazhdimisht në mënyrë që të jetë në lartësinë e këtij emri jashtëzakonisht të madh. Me profesor Pilikën, unë kam bashkëpunuar më tepër se sa gjysmë shekulli. Jam përpjekur t'ja lehtësoj paksa barën e punimeve burokratike që kërkoheshin atëherë. Por kjo është një gjë pambarimisht e vogël në krahasim me atë përfitim që kam pasur prej tij, sepse ai, si vëzhguesi mpreti i realitetit, si njeri që dinte t'i analizonte me logjik të thellë ngjarjet, kur fillonte monologet e tij, mbetesha me gojë hapur dhe me të vërtet kam përfituar në mënyrë të jashtëzakonshme prej tij. E kam ndjekur edhe në punën tjetër, se si kujdeseshe që kolektivi i katedrës së matematikës të ishte një kolektiv shembullor, siç u bë vërtet në tërë universitetin. Dhe kjo nuk është sepse e lëvdojmë ne, po sepse vërtet ai e kishte këtë reputacion. Profesor Pepi kishte aftësinë që prej secilit të nxirrte potencialin intelektual që kishte brenda vetes dhe duke u ngarkuar detyra të ndryshme e të posaçme arriti që ta bënte atë katedrë me të vërtet shembullore. Ç'të thuash për të? Mund të përmend krijimin e 5 vjeçarit dhe luftën që ka bërë ai që 5 vjeçari të mbetej, sepse 5 vjeçarin e luftonin gjoja parimisht, sepse e thoshin që ky do të ishte një arsim militar. Mënyra se si e mbrojti profesor Pepi atë ishte me të vërtet e manitshme. E manitshme. E që të kujtosh tjetër për të? Prandaj, ju i thatë të gjitha në këtë ceremoni të mrekullueshme dhe mua më betet vetëm të përgjunjem përpara kujtimit të dashur të tij. Ju falenderoj në mënyrë të posaçme për çmimin që më akordoni sot me emrin e tij, të cilin unë do ta mbaj si një relik të çmuar për tërë jetën time. Më vjen keq që nuk vi ta marr dot personalisht, por ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj shëndet, mbarësi, suksese e gjithë të mirat për të mirën e shkencës shqiptare. Faleminderit profesor Aleko, urojmë shëndet dhe jetë gjatë. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, për fjalët e bukura e të mira, për kujtesën i bëm i pas besueshme së